Ju themi faleminderit dhe mirënjohje për të gjithë përkushtimin ndaj brezave dhe frymëzimin e tyre. Është kjo kryefjala e takimit organizuar nga Bashkia e Vlorës me rastin e 7 marsit, festës kombëtare të mësuesit, ndërsa janë nderuar mësues të arsimit parauniversitar të Vlorës. Të pranishëm kryebashkiaku Ermal Dredha, prefekti Plator Nesturi, drejtoria e zyrës vendore të arsimit parauniversitar të Bashkisë së Vlorë-Imar, Gentiola Sheu, si dhe deputet socialist të Vlorës. Mësues të përkushtuar, mësues frymëzues të brezave, janë nderuar me certifikatën e mirënjohjes, ndërsa kryebashkiaku Ermal Dredha ka përcjellë urimin e 7 marsit dhe ka falenderuar mësuesë dhe shkolla bashkëpunuese të punëve të bashkisë. Është kontribut edhe punë e palodhur e gjithë stafit atje të shkollën Naim Frashi, i kanë këtu përballë, dua t'i falenderoj në mënyrë të veçantë për gjithë atë punë që bëni kolosale me gjithë fëmijët, të cilët realisht kthehen në një frymëzim për gjithë ata të tjerë breza të rinj që vijnë pas, sepse realisht bën edhe zëri që kumbon jo vetëm brenda territorit të Vlorës, por në gjithë territorin shqiptar dhe jo vetëm. Kështu që shumë faleminderit. Gjithashtu, mbledh falenderoj në mënyrë të veçantë në emër veç nuk mundem dot sepse janë shumë, por të gjithë mësuesit kudo ndodhen, patjetër gjithë mësuesit e Vlorës që nga parashkollori, kopshtet, shkolla e mesme deri për të arritur pastaj te universiteti, janë gjithë ky ekip i madh njerëzish në fakt që bën një punë kolosale të përditshme për të vendosur rrënjë të forta të asaj që ne duam në fakt, të ndërtimit të Vlorës me një vizion të qartë për ta çuar përpara dhe për të ndërtuar një ardhmë solide për gjithë brezat që vinë. Më pas autoritetet e pranishme kanë dhënë certifikatat për mësuesit e dalluar në vite, të cilët kanë falenderuar për vlerësimet e marra. Sot është një nga ato momente që më mbush zemrën me emocione dhe mirënjohje të pafundme. Të pranoj këtë titull nga qyteti ku kam punuar dhe kaluar gjithë jetën time duke mësuar dhe edukuar breza fëmijësh, është një nder që nuk e kam imagjinuar. Dhe sot, kur shoh shumë prej tyre të rritur e të formuar, ndihem më e lumtur se kur, sepse e di që një pjesë e vogël e punës sime ka mbetur me ta. Kënaqësi shumë e veçantë që e marr vlerësimin nga ish pedagogja ime. Vlerësimi është vlerësim për përkushtimin që kanë prindrit, kolegët dhe gjithë nxënësit tanë ndaj arsimit. Ndihem shumë e vlerësuar nga kryetari i bashkisë, zoti Ermal Dredha, nga drejtoresha e ZVA-s, e cila më ka vlerësuar në çdo moment dhe unë jam ndier edhe 30 vite më e re. Falënderime dhe respekte për bashkinë dhe kryetarin e bashkisë për vlerësimin ndaj arsimit dhe mësuesve në përgjithësi. Por takimin nderues dhe me përshëndetje artistike nga nxënës e shkollar. Kështu me vlerësimet të merituara ndaj mësuesve të përkushtuar në misionin e tyre, shkremtuar 7 marsi, festa e mësuesve nga Bashkia e Vlorës.